Një bashkim kompanish ka fituar konkursin për projektin e rihetëzimit të stadiumit Selman Stërmasi në Tiranë. Fituesi është një konsorcium i përbërë nga 3 kompani holandeze, Lola Landscape Architect dhe Royal Haskoning, si dhe 2 kompani shqiptare. Albanian Investment Construction dhe Diagonal Projektim e Zbatims dhe Lola janë studio të njohura arkitekturore që kanë hartuar projektin, ndërsa Royal Haskoning do të menaxhojë procesin, njësoj si me projektin e portit të Porto Romanos. Në garën ndërkombëtare ishin 5 finalistë, por projekti i Omas u shpall më i miri. Synimi është ndërtimi i një stadiumi modern, tërësisht të ri, sipas standardeve të UEFA-s për kategorinë 4, kategori që lejon organizimin e ndeshjeve të niveleve të larta evropiane, përveç finaleve madhore që kërkojnë kapacitet mbi 50.000 vende. Konkretisht, Albanian Investment Construction, e themeluar në vitin 2004, ka një qarkullim vjetor prej 3.8 milion euro dhe zotërohet nga Alban Peza, Arben Peza dhe Vilson Ahmeti. Ky i fundit ish kryeministër në fillim të viteve 90, ndërsa Diagonal Projektim e Zbatim, e krijuar në vitin 2007, zotërohet nga Nikolin Jaka dhe ka realizuar rreth 3 milion euro xhiro në vitin 2023. Projekti do të realizohet përmes një modeli partneriteti publik-privat, ku kompanitë financojnë ndërtimin në këmbim të drejtave mbi tokën dhe ambientet përreth stadiumit. Kjo pritet të sjellë edhe transformimin urban të zonës Komuna e Parisit.